Më 16 nëntor të vitit 534, botohet Kodi i Justinianit, një koleksion veprash bazë të jurisprudencës i hartuar me urdhër të perandorit romak lindor Justiniani i parë. Kodeksi ose Kodi civil është një përmbledhje e përzgjedhur e akteve ligjore të perandorisë romake. Kodi është pjesë e parë e Corpus Juris ose trupit të ligjit civil, ku përfshihen dhe pendencat ose pjesë kryesisht të shkurtra nga shkrimet e juristëve romak dhe institute të cilat përmbajnë elemente të rëndësishme konceptual ligjor. Të tre librat e Corpus Juris përmbanin burimin e vetëm të referencave ligjore për gjykimin e çështjeve. Gjatë periudhës së tij si perandor, Justiniani miratoi dhe ligje të reja të cilat u përmblodhën në një libër të katërt të jurisprudencës të quajtur Novellae të reja. Më 16 nëntor të vitit 1933, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik rivendosën marrëdhënie diplomatike. Sistemet ekonomike dhe politike krye-këpu të ndryshme, pas revolucionit të tetorit, patën quar në mosbesim dhe armiqësi të thellë mes dy vendeve. Megjithatë, kur Franklin Roosevelt u zgjodh president në vitin 1932, besonte se vizioni i tij për bashkëpunim në botë nuk do të bëhej realitet pa përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet Washingtonit dhe Moskës. Rivendosja e marrëdhënieve u arrit nga korrespondenca dendur ndërmjet presidentit dhe ministrit pro-perëndimor sovjetik Maksim Litvinov. Bashkimi Sovjetik bëri lëshime në disa pika në mënyrë që të siguronte njohjen nga ana e Shteteve të Bashkuara, përfshirë premtimet për të mos përhapur propagandë komuniste në Amerikë, për të lejuar lirinë fetare në Bashkimin Sovjetik dhe për të garantuar të drejta të plota ligjore qytetarëve amerikanë të cilët jetonin në Bashkimin Sovjetik. Më 16 nëntor të vitit 1973, presidenti Richard Nixon nënshkroi ligjin që i hapte rrugë ndërtimit të naftësjellësit i cili kalonte përmes Alaskës. Puna për naftësjellësin ishte vonuar për rreth 10 vjet për shkak të pandive gjyqësore dhe fushatës së grupeve ambientaliste të cilët besonin se naftësjellësi do të dëmtonte mjedisin delikat natyror të Alaskës. Ligji i nënshkruar nga presidenti përcaktonte direktivat për mbrojtjen e ambientit gjatë ndërtimit të naftësjellësit. Kongresi e kishte miratuar këtë ligj sepse embargoja naftës nga ana e Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës ose OPEC-u, e cila i detyroi amerikanët të prisnin në radhë për të blerë karburantin e dobët dhe të shtrenjtë për automjetet e tyre. Në të njëjtën kohë, kostoja industriale për nonproduktet e naftës u ngrit së tepërmi. Presidenti Nixon tha se nafta e sjellë përmes naftësjellësit të Alaskës do të ndihmonte për t'i dhënë fund varësisë së Shteteve të Bashkuara për sa i përket naftës nga vendet e OPEC-ut. Më 16 nëntor të vitit 1849, një gjykatë ruse dënon Fyodor Dostojevskin me vdekje për veprimtari antiqeveritare si pjesëmarrës në një grup intelektualësh radikal. Dënimi i tij u kthye më pas në punë të rëndë të detyruar. Kritikët thonë se kjo periudhë ndikoi thellësisht në formimin e Dostojevskit, duke u bërë atë një shkrimtar thellësisht analitik shpirtëror, filozof e psikolog. Librat e Dostojevskit janë përkthyer në më shumë se 170 gjuhë. Ai ka ndikuar në një numër shkrimtarësh e filozofësh, përfshirë Anton Chekhov, Ernest Hemingway, Friedrich Nietzsche e të tjerë. Së bashku me Tolstoj, Dostojevski është konsideruar shpesh si një nga shkrimtarët më të mëdhenj dhe më me ndikim të epokës së artë të letërsisë ruse. Albert Einstein e cilëson Dostojevskin si një shkrimtar të madh fetar që hyn thellë në misterin e ekzistencës shpirtërore. Veprat letrare të Dostojevskit eksplorojnë psikologjinë e njeriut në atmosferën e trazuar politike, shoqërore dhe shpirtërore të shekullit të 19 në Rusi dhe të angazhohen me një shumëllojshmëri të temave filozofike dhe fetare. Më 16 nëntor të vitit 1945, ndërsa lufta sapo kishte mbaruar,
përfaqësues nga 44 shtete u mblodhën në Londër për të ndërtuar paqen në mendjen e njerëzve, për të krijuar një organizatë që do të mëshironte një kulturë të mirëfillt paqeje, mbështetur në solidaritetin intelektual dhe moral të njerëzimit për të parandaluar shpërthimin e një lufte tjetër botërore. Nga kjo konferencë lindi UNESCO, akronim në anglisht për Organizatën e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë. Kushtetuta e UNESCO-s nënshkruar më 16 nëntor të vitit 1945, hyri në fuqi një vit më vonë pas ratifikimit nga 20 vende si Australia, Brazili, Kanadaja, Kina, Çekoslovakia, Danimarka, Republika Dominikane, Egjipti, Franca, Greqia, India, Libani, Meksika, Zelanda e Re, Norvegjia, Arabia Saudite, Afrika e Jugut, Turqia, Britania dhe Shtetet e Bashkuara. Sesioni i parë i konferencës së përgjithshme të UNESCO-s u mbajt në Paris nga 19 nëntori deri në 10 dhjetor të vitit 1946, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga 30 vende me të drejtë vote. Më 16 nëntor të vitit 1990, një grup qytetarësh, shumica të rinj, morën nismën e guximshme për të hapur xhamin e Plumbit në Shkodër për të falur xhuman, për të ripërtryr fen, për të rifituar të drejtën e ushtrimit të lirë të besimit fetar. Një rol të rëndësishëm në këtë veprimtari luajti imami Hafiz Sabri Koçi, i burgosur për 20 vjet, deri në vitin 1986 për arsye të besimit të tij fetar. Kjo veprimtari, ku morën pjesë rreth 50.000 vetë nga Shkodra e fshatrat përreth, pasonte meshën e pak ditëve më parë të besimtarëve katolik shkodran të udhëhequr nga Dom Simon Jubani, bashkëvuajtës në burg me imamin Hafiz Sabri Koçin. Këto ndodhin në nëntor të vitit 1990, ende në kërcënimin e diktaturës komuniste, dhe kur njerëzit e një besimi frymëzonin ata të besimit tjetër, duke përcjell mesazhin se të gjithë njerëzit e Zotit janë vëllezër. Më 16 nëntor të vitit 1996, Gonxhe Bojaxhiu, Nën Tereza, pranon çmimin e qytetare e nderit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vetëm 7 personalitete jo amerikane ju është dhënë çmimi qytetar nderi gjatë historisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në mesin e këtyre personaliteteve është edhe shqiptarja Gonxhe Bojaxhiu, Nën Tereza. Çmimi qytetar nderi i Shteteve të Bashkuara është çmimi më i madh për jo amerikanët dhe Nën Terezës i është dhënë kur ishte gjallë. Procedura e marrjes së qytetares nderit amerikane është e nivelit më superior. Kandidati shpallet qytetar nderi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me një akt të Kongresit Amerikan ose me një deklaratë të posaçme të presidentit amerikan të autorizuar gjithsesi nga Kongresi Amerikan. Më 16 nëntor të vitit 1964, lindi pianistja dhe jazz këngëtarja kanadeze Diana Krall. Krall njihet për vokalin e saj në të gjithë botën. Ajo ka arritur të shes më shumë se 6 milion albume në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbi 15 milion në mbar botën. Më 11 dhjetor të vitit 2009, revista Billboard e rendit emrin e saj si një nga këngëtarët më të shitura të kohës së saj. Krall është e vetmja këngëtare jazzi e cila ka 8 albume debituese në kryen e Billboard Jazz Album. Deri më sot, Diana Krall ka fituar 5 çmime Grammy Awards dhe 8 Juno Awards.